Kosova ka pasur një paraqitje mbretësllënëse në fazën e kualifikimeve për Kupën e Botës 2026 me një epilog prej 3 fitoresh, 2 barazimesh dhe një humbje, duke siguruar vendin e dytë në grupin B dhe një vend në play-off, por merit të madhe pati përzgjedhësi Franco Foda, i cili bëri shumë ndryshime në formacion dhe rreshtim, duke mos i besuar më maksimalisht disa prej senatorëve të ekipit. Kosova ka hyrë në një fazë të re konkurruese, ku konkurenca është rritur dhe hierarkia brenda ekipit ka filluar të kristalizohet. Në qendër të vëmendjes janë senatorët, lojtarët me më shumë përvojë, të cilët për vite të tëra kanë mbajtur barrën e fanellës së Dardanëve. Disa prej tyre mbeten të paprekshëm, ndërsa të tjerë po e ndjejnë presionin e brezit të ri. Vedat Muriqi mbetet i padiskutueshëm i absolut, pavarësisht formës së ekipit apo sfidave të sulmit. Birati është lojtari që Foda e ka të parin në letër. Ai vazhdon të jetë lideri i padiskutueshëm, njeriu që e mban ekipin në lojë me gola, duele dhe prezencë fizike. Muriqi është më shumë se sulmues, është simbol i stabilitetit, i luftës dhe i identitetit të skuadrës. Pas tij në këto kualifikime vjen Mërgim Vojvoda, i cili vazhdon të jetë një tjetër shtyllë e përhershme, me paraqitje të qëndrueshme në krahun e djathtë dhe me një rol të rëndësishëm në balancimin e fazave të lojës. Ai mbetet ndër më të besuarit të përzgjedhësit. Edhe kur Kosova ndryshon sisteme loje apo rreshtimi në fushë, Vojvoda është ndër të vetmit që nuk lëviz nga formacioni. Kapiteni Amir Rahmani mbetet senator edhe kur nuk mungon, edhe pse lëndimet e kanë dalur në disa ndeshje të fundit, pesha e tij në ekip është e jashtëzakonshme. Me të në fushë, Kosova është shumë më e organizuar dhe më e qetë, edhe kur nuk luan, prania e tij në kamp është një garanci leadershipi. Në listën e senatorëve të vërtet hyn edhe Arjanet Muriç, portieri që për vite e ka mbajtur fanellën numër 1, edhe pse kohët e fundit ka pasur më shumë konkurrencë në pozitën e portierit. Muriç mbetet një prej figurave më të rëndësishme të grupit, i qetë, stabil dhe me peshë të madhe brenda zhveshtores. Ndërkohë, Florent Muslia po ngjitet me shpejtësi në klubin e senatorëve. Ai ka qenë lojtari më i mirë i Kosovës në këto kualifikime, me kreativitet, gola, asist dhe një ritëm që e ka mbajtur gjallë mes fushën. Performancat e tij e kanë vendosur në një nivel krejt tjetër në krahasim me vitet e kaluara. Pastaj vijnë futbollistët që dikur ishin titullar të padiskutueshëm, por sot janë më shumë në zonën gri mes formacionit dhe stolit. Edon Zhegrova, një nga talentët më të mëdhenj që ka prodhuar Kosova, vazhdon të jetë vendimtar, por konkurrenca në sulm dhe luhatjet në formë, shkak i lëndimeve, e kanë bërë të nisë ndeshjet nga banka në këto kualifikime. Ai mbetet faktor, por jo gjithmonë senator. Milot Rashica, dikur fytyra e sulmit të Kosovës, ka humbur pak terren për shkak të formës së paqëndrueshme në klub. Megjithatë, përvoja e tij dhe aftësia për të ndryshuar lojën e bëjnë ende një nga lojtarët që nuk mund të anashkalohet lehtë, edhe nëse nuk është titullari i përhershëm që dikur ishte. Situata është e ngjashme dhe me Valon Berishën, mesfushorin që për vite ishte truri i skuadrës. Sot, me ndryshimin e stilit të lojës dhe me mesfushorët e rinj, Leon Avdullahu dhe Elvis Rexhbeçaj, që po marrin minutat e tyre, Berisha nuk gëzon më statusin e senatorit të padiskutueshëm, por përvoja e tij është ende vlerë e madhe, sidomos në ndeshjet me presion të lartë. Në listë është dhe Fidan Aliti, i cili për shumë vite ishte zgjedhja e parë në qendër të mbrojtjes. Me konkurrencën e rritur dhe me ndryshime taktike, roli i tij është lëkundur, por ai mbetet një lojtar i rëndësishëm për balancimin e prapavijës. Në fund, një gjë është e qartë, Kosova po ndërton një skuadër më të fortë dhe më të thellë, por disa senatorë, Muriqi, Vojvoda e Rahmani mbeten themelet, ndërsa pjesa tjetër po lufton më shumë se kurrë për të mos humbur statusin që dikur e kishin të sigurt.